Përmbytjet në zonën e Semanit nuk janë as fat i keq, as rastësi natyrore. Ato janë pasoja direkte të dështimit të qeverisë dhe bashkisë për të marrë masat bazë që kërkohen prej vitesh, ndërkohë që prurjet nga hidrocentrali Banjës kanë rritur nivelin e lumit, kanalet kulluese vazhdojnë të jenë të mbushura, të papastruara dhe jashtë çdo standardi, duke bërë që ujë të ngesë në parcela të tëra bujqësore. Argjinaturat e dëmtuara nuk janë riparuar, megjithëse banorët e zonës e kanë ngritur këtë shqetësim çdo vit. Sot, dhjetra familje dhe fermer po shohin investimet e tyre të mbytura në ujë. Dhe megjithatë, ende nuk është ngritur një komision për verifikimin e dëmeve. Çdo ditë që vënohet ky hap është një kosto e shtuar për komunitetin. Banorët kanë frikë se do të ndodhë si gjithmonë. Shteti premton shumë, por nuk jep asgjë, duke i lënë të përballen vetëm me humbjet e tyre. Ne kërkojmë që banorët të dëmshpërblehen plotësisht për humbjen e prodhimit dhe investimeve të tyre. Ky është detyrim ligjor institucioneve.